Maturantët në të gjithë vendin janë nënshtruar sot provimit të parë të maturës shtetërore 2025, duke u testuar në lëndën e gjuhës së huaj. Provimi ka nisur në orën 10 dhe ka zgjatur 2 orë e 30 minuta. Pas përfundimit të provimit, maturantët janë shprehur se niveli i pyetjeve ka qenë mesatar. Në qarkun e Korçës në provim morën pjesë gjithsej 1838 maturant. Provimi shkoi shumë mirë, pyetjet ishin të nivelit mesatar, ishin të gjitha ato që kishin punuar, edhe writing që ne kishim me merak, ishte po ato që kishin punuar, kështu që shpresojmë të dalim mirë tani. Jam i kënaqur nga pyetjet, nga struktura e provimit. Shpresoj që në provimet e ardhshme tani të dalë më mirë. Provimi shkoi shumë mirë, të paktën për mua, niveli ishte B2 i anglishtës, por shumë mirë dola, shpresoj të kem dalë shumë mirë. Pyetjet ishin relativisht të lehta, të vështira, kishte domethënë për të gjitha nivelet, dola shumë mirë. Për mua ishte i thjesht, tani që po diskutonim edhe me nxënësit e tjerë, doli në përfundimin që ishte i thjesht. E morën pak me stres në fillim, po na kishin thënë që mos e merrni me stres, merreni me qetësi, edhe kështu shkoi shumë mirë. Procesi maturës do të vijojë më 10 qershor me provimin e gjuhës shqipe dhe letërsisë, më 17 qershor me provimin e matematikës dhe do të përmbyllet më 24 qershor me provimin me zgjedhje. Matura shtetërore mbetet një prej proceseve më të rëndësishme në sistemin parauniversitar shqiptar, që përcakton më tej rrugtimin akademik të rinjve drejt arsimit të lartë.